Zgjedhjet e 11 majit vinë si testi i parë real për ndryshimet e kodit zgjedhor, që parashikojnë një sistem me lista të hapura e të mbyllura dhe pa thyrje të hersit. Me këtë model, zgjedhësit vullosin renditjen e kandidatëve brenda listës së një partie, por ndërkohë, krerët e partisë ruajnë kontrollin përmes vendosjes së emrave të sigurt në të 12 qarqet e vendit. Unë shumë e mençme nuk jam, po dhe budallaqe nuk jam, kështu që bëra llogarit që Ilir Metës i duhen mbi 30.000 vota për të dalë deputet. Nuk është dashuri shpirtërore apo emocionale, është respekt politik. E kam sfiduar dhe herë, kështu e kam jetën me sfidë. Nuk jeni trëm nga lista hapur. Kam refuzuar të jem listë mbyllur. Lista hapur. Gare fort për ju? Garë shumë e fort, po janë shumë i lumtur që më jepet mundësia që përsëri të gjithë qytetarët e Tiranës të mundet që unë të shërbej. Shumica e partive të mëdha, figurat kryesore, i ka pozicionuar në krye të listave, aty ku mundësia për të fituar është thuajse garantuar. Kjo u jep atyre avantazh të qartë ndaj kandidatëve të tjerë, të cilët, edhe pse pjesë të njëjtës listë, do të duhet të garojnë për të fituar mbështetje individuale nga votuesit dhe do të presin për të marrë mandatet menjëherë pasi të plotësohen numrat për kandidatët e sigurt. Damian Gjignuri ka 17 vjet në politikë, ku të gjitha fushatat i ka fituar. Kështu që për mua rikthimi në Vlorë është një mundësi e mirë. Është një qark që unë kam dhënë shumë, kam lidhje shumë të forta. Ka dhënë shumë shkallë. Çfarë do të më thotë? Pa mundur që lista. Çfarë do të tani? Do rikthehem në universitet. Unë kam kthyer borxhin Partisë Socialiste. Ka marrë një mandat 2009, 2013, 2014, ja këteva 2021. As i kam borxh, as nuk kam borxh. Ky është testi i parë për të parë nëse ky model i rizgjedhor shërben për hapjen reale të politikës apo thjesht riciklon të njëjtët aktorë në forma të reja. Megjithëse ndryshimet u promovuan si një hap drejt më shumë përfaqësimi dhe demokracie të brendshme, a është sistemi ende gjysmë i kontrolluar nga partitë? Kryetarët vendosin për listat e sigurta dhe vetëm 1% e vogël e votave mund të ndikojë renditjen. A e bën kjo hapjen e listave të jetë më shumë kozmetik se sa një produkt real? Kush do të dalë përtej listës së mbyllur? A do të jetë ky pas 11 majit një parlament më i mirë? Mirëmbrëma në Top Story. Nëse ka një gjë interesante politika, përveç se kryqëzimit me drejtsinë, ndëshkimit, dosjeve etj. Janë emrat. Emrat, lobet e brendshme, klanet e brendshme, sepse një gjë është e palëvizshme deri sot në 30 e ca vite pas viteve 90, që kryetarokracitë vijojnë njësoj. Meritokracia brenda partive politike varet nga kryetari. Dhe pas kësaj vijojnë skenat, intrigat, prapa skenat e klaneve të brendshme në dy establishmentet e mëdha kryesisht. Thënë këtë, padyshim që sonte është radha përpara të nesërmes dhe të pasnesërves që do të kemi Edi Ramën dhe Sali Berishën në mbyllje të zgjedhjeve si një maraton e diskutimeve dhe analizave dhe debateve në këtë prime time. Sotmja do t'i dedikohet emrave në listat e hapura, si për Partinë Socialiste dhe për Partinë Demokratike, probabilitetet e ndodhjes së atyre që do të mund të jenë deputet duke ka përcyer në Parlamentin e Shqipërisë nëpërmjet votimit masiv të atij pragu që i duhet secilit. Ajo që ne dim me siguri në këto zgjedhje është që për shkak të kodit zgjedhor dhe ndryshimeve të fundit që kanë bërë dy partitë e mëdha në një tryezë të dakordsuar mes tyre, dhe këto do ta them shpesh sepse përgjegjësitë për këtë duhet i mbajnë pas 11 majit sipas rezultatit që do shohim, ka ndodhur që vota e dy partive të mos kërkohet më në zonën gris kryesisht, po të thellohet në basketin në zonën e tyre. Socialistët brenda socialistëve, demokratët brenda demokratëve. E do të jetë një luftë brenda llojit. Kam kënaqësi të kem 6 ftuar sonte në Top Story, duke nisur me Petro Koçen. Mirëmbrëma, mirë se erdhe sërish. Kënaqësi është gjithmonë. Engeleta Mema, për herë të parë në Top Story, është kënaqësi e veçantë që të kam. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Arjan Curri, mirëmbrëma. Arion Sulo, mirëmbrëma. Bled Koka, mirëmbrëma. Eugene Mustafaraj, mirëmbrëma. Më lejoni ta nis me Eugenin dhe me Engeletën për një lloj, le të themi, ngacmimi në emra që në filles. E ndjek Partinë Socialiste në detaje, në terren. Nisim me listat e Tiranës që në fakt bëjnë diferencën e madhe dhe në frym dhe në
kuriozitet. Nisi me Partinë Socialiste, ndërkohë që regjia më ndihmon me listën e Tiranës të mbyllur dhe të hapur sa i përket kandidimit nga majoranca. Engelet, si duken gjasat aty? Tirana, qarku i Tiranës është qarku më interesant. Qarku i cili ndoshta do të prodhojë shumë surpriza, por besoj do të prodhojë edhe absurditete dhe besoj si në pjesën e PS-s ashtu dhe në pjesën e Partisë Demokratike. Është një garë interesante sepse nuk kemi vetëm dy forca të mëdha që është PS-ja dhe PD-ja, ato që e kanë dominuar parlamentin për sa i përket qarkut të Tiranës, por kemi edhe disa forca të reja që kanë premisa të mira për të hyrë në parlament. Pra për të përfaqësuar zëra të rinj. Dhe kjo e bën shumë interesant qarkun e Tiranës dhe le mu themi që ka një garë, ndryshe nga qarqet e tjera, gara është më interesante në qarkun e Tiranës. Te Partia Socialiste është edhe më interesante për faktin sepse në listën e mbyllur Partia Socialiste tashmë e dim që e ka blinduar kryesisht me ministra, pra janë kabineti qeveritar dhe figura të rëndësishme të Partisë Socialiste që janë brendësi me përjashtim të 2-3 emrave të rinj që ka sjell PS-ja. Iris Florasi, Erion Male, Ilva Gjuzi, mos gabojmë kaq janë Engelet emrat e rinj. Po, këto janë emrat e rinj, kryesisht të tjerët janë ministra dhe drejtuesit politik që janë automatikisht në listë të mbyllur. Ndërsa lista e hapur pasaj përmban përveç emrave të rinj, emra të cilët ndoshta jo të gjithë i kemi të njohur, janë emra që njihen në lokalitetet të ndryshme dhe për profesionet e tyre, por kemi emra shumë të rëndësishëm, sepse kemi socialist të karrierës, socialist të vjetër, po aq edhe një grupim i caktuar që i ka përkitur kryesisht janë deputet të ardhur si propozimet e Erion Veliajt, kryebashkiakut të Tiranës, sot i arrestuar edhe në burg. Gara shumë interesante. Do fillojmë nga kjo e fundit, kush mendon ti që kanë ardhur si propozimet e Erion Veliajt? Po, Toni Gogu, Etienne Xhafaj, janë Klodilda Bushka, gjithashtu njihet si mbështetëse e Erion Veliajt, janë ndër 3 emrat që janë propozime të cilat kanë ardhur nga Erion Veliajt dhe që janë bërë pjesë e parlamentit në Fatmir Xhafaj. Fatmir Xhafaj ka qenë pjesë e PS-s, po ka gëzuar mbështetjen e Erion Veliajt pas një situate që ndodhi në PS, ku Fatmir Xhafaj u pozicionua me Erion Veliajin, pati mbështetjen e tij dhe ai gjithashtu e mbështeti. Ndërsa emrat pastaj të rëndësishëm tek ministrat kuptohet që janë Blendi Goxha dhe Ervin Hoxha, janë dy pretendentët kryesor në mendimin tim që do të luftojnë fort për ta marrë mandatin e deputetit. Janë dy ministra të cilët në vetvete kanë dhe në varësi shumë institucione, çka bën që për të thithur vot, për të marrë vot është më e thjeshtë ndoshta në krahasim me të tjerë të cilët nuk janë ministra dhe nuk kanë institucione në varësi. Blendi Goxha besoj po bën garën më të fortë në qarkun e Tiranës, nuk është i pozicionuar vetëm në një sin 6 pra në kombinat, por është i shpërndarë në të gjithë qarkun e Tiranës. Ndoshta këtë po e hedh për dyshim, mund të jetë një ndër emrat e mundshëm që nëse Këshilli i Ministrave do të ketë një vendim për Erion Veliajin pas 11 majit për largimin e tij nga detyra e kryebashkiakut, ndoshta Blendi Goxha do të jetë një nga emrat e mundshëm të PS-s për të garuar për Bashkinë e Tiranës dhe kjo ndoshta dyshoj unë që është arsyeja që Blendi Goxha është kaq fort në terrenin e qarkut të Tiranës për të marrë sa më shumë vota, për të përligjur ndoshta edhe atë që mund të jetë më pas kandidimi i kryesocialistit Edi Rama për kryebashkiak. Është Fatmir Xhafaj, një emër shumë i rëndësishëm që në zgjedhjet e 2021-shit është rasti që e ka kaluar Hersin, e thyu Hersin mbi 15.000 vota në mos gaboj, por në atë kohë ka pasur mbështetjen e fortë Erion Veliaj dhe strukturave të Partisë Socialiste dhe të atyre strukturave paralele që vetë Erion Veliaj kishte krijuar në qarkun e Tiranës. Pra kishte një orientim të votës të mirë tek Fatmir Xhafaj. Është Ronaldo Rakipi, i cili edhe ai gjithashtu e thyu Hersin, por ai ishte për arsye të tjera, për shkak të babait të tij, të një lokaliteti të caktuar dhe të fuqisë që ka i ati i tij dhe ridimisht edhe ai vet.